Sot është përvjetori i Skënderbeut dhe media e kalon në heshtje. Gjergj Kastrioti, i njohur gjerësisht si Skënderbeu, lindi në Shqipëri në vitin 1405 dhe vdiq më 17 janar 1468. Ai ishte një princ dhe antar i familjes fisnike të Kastriotëve, si dhe një udhëheqës ushtarak arbër që fillimisht luftoi për perandorinë osmane dhe më pas udhëhoqi disa kryengritje kundër saj. Si një nga djemtë e familjes fisnike të Kastriotëve, ai u rrëmbye në moshën 9 vjeçare nga perandoria osmane dhe u dërgua në oborrin e saj. Fëmijëria e tij kaloi me sfida, duke i mbijetuar politikave dhe intrigave të oborrit osman dhe duke u arsimuar. I njohur për ekselencën dhe zgjuarsinë e tij, ai më pas hyri në shërbim të sultanit për 20 vitet e ardhshme. U ngrit sipas gradave, duke u bërë deri Sanxhakbej i Sanxhakut të Dibrës në vitin 1440. Më 1443, pas një planifikimi të gjatë dhe mbledhjes së djemve të tjerë bashkëkombas, dezertoi nga ushtria osmane gjatë betejës së Nishit dhe u bë sundimtar i Krujës, në një territor që shtrihej nga Petrela deri në Modriç. Në vitin 1444, ai themeloi lidhjen e Lezhës me mbështetjen e fisnikërisë së kohës. Në vitin 1451, Skënderbeu nënshkroi Traktatin e Gajtës, ku njohur sovranitetin de jure të mbretërisë së Napolit mbi Arbërinë, duke siguruar një aleancë mbrojtëse, edhe pse mbeti një sundimtar i pavarur. Në vitet 1460-61, ai mbështeti Ferdinandin I të Napolit në luftërat kundër Gjonit I të Anshuinëve. Në vitin 1463, u bë komandanti kryesor I forcave kryqëtare të Papa Pyut I, por Papa vdiq ndërsa ushtrit ende po mblidheshin. Së bashku me Venedikasit, luftoi kundër osmanëve gjatë luftës osmano-venedikase të viteve 1463-79, deri në vdekjen e tij në janar të vitit 1468. Skënderbeu quhet si një ndër komandantët më të rëndësishëm të historisë ushtarake të kohës së tij, si më këmbëngulësi dhe përherë fitimtari kundër perandorisë osmane në kulmin e saj. Forma origjinale latine e mbiemrit të Gjergj Kastriotit është Kastrioti, e dokumentuar gjithashtu si Kastrioti në vitin 1408. Në historiografinë shqiptare moderne, ky mbiemër paraqitet si Kastrioti, ndërsa emri Gjergj korrespondon me traditën e krishterë. Në vitin 1450, Charles Dufresne, 1610-1688, duke shkruar në latinisht, përdori formën Georgius Castriotus Skanderbegus në veprën e tij. Frangu I Bardh, në fjalorin e tij, shkruan se bashkëkohësit I referoheshin Skënderbeut si dragoi I Arbnit, Lat Epiri Draco, dhe emrin e tij e shkruan Gjec Katrioti, Kul Gjeç. Është një formë arkaike e shkurtuar që gegnishtja I ka bërë emrit grek sq. Georgos, Argath. Në veprën biografike për Skënderbeun të vitit 1850, More përdori trajtën Kastriot. Mbiemri rrjedh nga latinishtja castrum, shqip, kështjell. Sipas Fannolit, mbiemri është një toponim që rrjedh nga fshati Kastriot në Shqipërinë verilindore të sotme. Osmanët I dhanë atij emrin Skenderbej ose Skenderbe, që do të thotë Zoti Skënder ose Zoti Aleksandër, që në gjuhën shqipe paraqitet si Skënderbej ose Skënderbeu. Në letrën e vitit 1450 dërguar Republikës së Raguzës nga Skënderbeu, ai u nënshkrua si Skënderbeg dhe në vitin 1459 po ashtu. I latinizuar nga Barleti si Skanderbegi, ky emër është supozuar të ketë qenë një krahasim I aftësive ushtarake të Skënderbeut me ato të Aleksandrit të Madh. Në vitin 1463, emri I tij u shkrua në latinisht si Zorzi Kastrioti. Gjithmonë e nënshkroi veten si Zoti I Arbërisë, latinisht Dominus Albaniae, dhe nuk pretendoi tituj të tjerë përveç tij në dokumentet e mbijetuara. Gjergj Kastrioti, I njohur si Skënderbeu, ishte djali më I vogël I princit Gjon Kastrioti dhe I princeshës Vojsava. Ai ishte fëmia I fundit ndër 9 fëmijët e çiftit, duke pasur 3 vëllezër më të mëdhenj, Stanishën, Reposhin dhe Konstantinin, si dhe 5 motra, Marën, Jelenën, Angelinën, Blajkën dhe Mamicën. Ekzistojnë disa teori mbi vendlindjen e Skënderbeut. Një nga biografët e tij, Kristof Rashëri, duke analizuar gjenealogjitë e kronikës së Muzakës, burimet e Rafaile Maktejt dhe defteret Osman të vitit 1467. E ka vendosur vendlindjen e tij në fshatin Sim në qarkun e Dibrës, një nga zotërimet e gjyshit të tij, Pal Kastrioti.
Data e lindjes së Skënderbeut është vendosur më 6 maj 1405, një datë e propozuar nga Fan Noli dhe e pranuar gjerësisht nga studiuesit. Pavarësisht mungesës së dokumentacionit të saktë për lindjen e tij apo të vëllezërve dhe motrave të tij. I ati, Gjon Kastrioti, zotëronte një territor që shtrihej nga Lezhë deri në Prizren, përfshirë zonat e Matit, Mirditës dhe Dibrës, duke e bërë atë një nga princat më të fuqishëm të Shqipërisë së Veriut në atë kohë. Origjina e Vojsava Kastriotit, nëna e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, ka qenë objekt i diskutimeve mes studiuesve. Disa burime historike, përfshirë Marin Barletin dhe Gjon Muzakën, e lidhin atë me familjen fisnike shqiptare Muzaka, duke e përshkruar si Vojsava Tripalda dhe duke theksuar lidhjet e saj me këtë familje në veprën e tij. Barleti e përmend Vojsavën si Pater Nobilissimus Tribalorum Princeps, që do të thotë princ fisnik i tribalëve, duke sugjeruar një lidhje me fisin e lashtë ilir të tribalëve. Gjithashtu, Gjon Muzaka e përmend Vojsavën si Vojsava Tripalda dhe thekson lidhjet e saj me familjen e tij, duke i dhënë asaj një origjinë shqiptare. Megjithatë, disa studiues të tjerë kanë propozuar origjinë të ndryshme për Vojsavën. Disa sugjerojnë se ajo mund të ketë pasur origjinë serbe, duke u bazuar në emrin e saj dhe titullin Tripalda, që lidhet me fisin e lashtë serb të tribalëve. Sidoqoftë, nuk ka prova të drejtpërdrejta që ta lidhin Vojsavën me familjen Branković të Serbisë. Në përfundim, shumica e burimeve historike dhe studiuesve e konsiderojnë Vojsavën si një grua me origjinë shqiptare, të lidhur ngushtë me familjen Muzaka dhe fiset shqiptare të kohës. Gjergj Kastrioti, i njohur si Skënderbeu, u dërgua si peng në oborin Osman në Edrene, Adrianopoj, në vitin 1423, ku qëndroi si i çogullan për rreth 3 vjet dhe mori edukim ushtarak në shkollën Enderun. Dokumenti më i hershëm që përmend emrin e tij është akti i parë i Hilandarit i vitit 1426. Ku Gjon Kastrioti dhe 4 djemt e tij dhuruan të drejtën e vjeljes së taksave të 2 fshatrave manastirit serb të Hilandarit. Më pas, Gjoni dhe djemt e tij, përjashtostanishën, blen 4 adelfate për në kullën e Shën Gjergjit dhe disa prona brenda manastirit, siç përmendet në aktin e dytë të Hilandarit. Pas diplomimit në Enderun, sultani i dha Skënderbeut një timar pranë zotërimeve të atit. Në vitin 1430, Gjon Kastrioti u thye në betejë nga Sanxhakbeu i Shkupit, Isakbeu, dhe si pasojë zotërimet e tij u zvogëluan. Po atë vit, Skënderbeu vazhdoi të merrte pjesë në fushatat e Muradit I, duke fituar gradën Spahi. Mendohet se iu dha një çiftlig në Nikopoj, në Bullgarinë Veriore, pasi një Iskander Bey përmendet si zoti një çiftligu në një dokument të vitit 1430. Në vitet 1437-1438, Skënderbeu përmendet si subashi i Krujës, përpara se Hizirbeu të emërohej aty në nëntor të vitit 1438. Deri në maj të vitit 1438, ai kishte në zotërim një timar të konsiderueshëm, pjesë e vilajetit të Dhimitër Jonimës, që përbëhej nga 9 fshatra që dikur ishin pjesë e zotërimeve të atit. Sipas historianit Halil Inalgjek, në dokumentet osmane të asaj kohe, ai përmendet si Juvan Oglu Iskenderbej, i biri i Gjonit, Skënderbeu. Në saj të meritave të tij në fushatat osmane, ju dha prej Muradit I titulli vali dhe udhëhiqte një njësi prej 5.000 kalorësish. Në vitin 1443, trupat hungareze të komanduara nga Janosh Hunjadi u futën në thellësi të Ballkanit dhe në nëntor u ndeshën me ushtrinë osmane duke e thyrë. Këtë rast e shfrytëzoi Gjergj Kastrioti Skënderbeu për t'u kthyer në atë. Pasi çliroi Krujën më 28 nëntor 1443, ngriti flamurin e Kastriotëve, flamur të kuq me shqiponje të zezë 2 krenare. Para krutanëve mbajti një fjalim të zjarr. Pa humbur kohë, hyri në bisedime me zotërit Arbër dhe me ndihmën e tyre çliroi edhe një varg kështjellash të tjera. Në hapësirat e çliruara ndodheshin zotërimet e shumë fisnikëve Arbër. Çlirimi i vendit në vitin 1443 ishte fitore historike, por Skënderbeu e kuptoi se për të mbrojtur territoret e çliruara duhej ka përcyer coptimi politik dhe duhej bashkuar. Prandaj, mblodhi në Lezhë një kuvend të fisnikëve. U formua Lidhja e Lezhës, një aleancë politike dhe ushtarake, kryetari i së cilës u zgjodh Skënderbeu. Ai u zgjodh edhe komandant i përgjithshëm i ushtrisë së përbashkët e cila do të formohej. Në vitin 1444, forcat e komanduara nga Skënderbeu thyen ushtrinë osmane në betejën e Torvjollit.
Më 10 tetor 1445, një ushtri osmane prej 9.000-15.000 vetësh nën komandën e Firuz Pashës u nis drejt Arbëris nga ana e Prizrenit. Këto lëvizje nuk i shpëtuan Skënderbeut. Osmanët në luginën e Mokrës, ndërsa Skënderbeu i sulmoi dhe i shpartalloi me 3.500 luftëtar. Vitin pasues, ai theu osmanët edhe 2 herë të tjera, një herë forcat osmane nga Ohri dhe prap në betejën e Otonetës më 27 shtator 1446. Në vitin 1450, Sultan Murati i mbërriti në Arbëri me një ushtri të madhe dhe rrethoi Krujen. Skënderbeu qëndroi jashtë kështjellës bashkë me luftëtarët e tij dhe godiste ushtrinë osmane pa pritur dhe pa ndërprerë nga drejtime të ndryshme. Duke parë humbjet, sultani urdhëroi asgjësimin e trupave të Skënderbeut duke i ndjekur kudo, por këto ekspedita u kushtuan osmanëve shumë humbje. Gjendja e osmanëve filloi të keqësohej nga mungesa e ushqimeve për shkak se Arbërit sulmonin karvanet e furnizimeve. Pas disa muajsh rrethimit të pasuksesshëm, Murati humbi shpresat se mund ta merrte Krujen, prandaj me fillimin e stinës së Shirave e ndërpreu fushatën ushtarake. Lufta për mbrojtjen e Krujës ishte një ndër fitoret më të rëndësishme të Skënderbeut. Më 1451 u martua me Donikën, të bijën e Gjergj Arjanitit. Skënderbeu u përpoq të siguronte ndihma për të çliruar territore të tjera që ishin nën osmanët. Atë vit, Skënderbeu dhe Alfonsi V i Napolit nënshkruan disa marrëveshje bashkëpunimi si 2 zotër të barabartë. Në vitin 1452, sultani i ri Mehmeti I dërgoi 2 ushtri në Arbëri, të cilat u thyen njëra pas tjetrës nga Skënderbeu. Në vitin 1455, ushtria e lidhjes rrethoi Beratin. Skënderbeu dhe Gjergj Arjaniti ishin larguar kur u njoftuan për sulmin e papritur të ushtrisë osmane. Kur arritën në fushë betejë, çdo gjë kishte përfunduar. Pas betejës së Beratit, gjendja e brendshme politike në Arbëri u keqësua, duke shkaktuar lëkundjet e fisnikët. Mojsi Golemi, i trembur, kaloi në anën e osmanëve, të cilët në vitin 1456 e dërguan në krye të një ushtrie osmane në Arbëri, por ushtria e Skënderbeut e theu keqas. Në vitin 1456, Gjergj Stres Balsha ushqiti osmanëve kështjellën e Modriqit për 30.000 aspra argjendi. Ai u mundua ta fsheh këtë, megjithatë, tradhtia e tij u zbulua dhe ai u burgos në Napoli. Më 1456, Gjergjit i lindi djalë. Hamza Kastrioti, nipi i Skënderbeut, humbi shpresat se do të trashëgonte principatën pas vdekjes së Skënderbeut dhe ju bashkua osmanëve. Më 27 qershor 1458, Alfonsi V vdiq në Napoli dhe Skënderbeu dërgoi emisar te Ibiri, Ferdinandi. Pas 5 betejave të ashpra që u zhvilluan në vitin 1465 mes ushtrisë arbëre dhe ushtrive osmane të drejtuara nga Balaban Pasha, ku Arbërit dolën fitimtar. Sultan Mehmeti I mendoi se kishte ardhur koha për një goditje vendimtare të të gjitha forcave ushtarake të perandorisë osmane. Në pranverën e vitit 1466, sultani u nis në krye të gjithë ushtrisë osmane për të rrethuar Krujen. Pas 2 muajsh luftimesh të ashpra, ai u bind se Kruja nuk pushtohej me forcën e armëve, prandaj vendosi ta mbante në një rrethim të vazhdueshëm derisa mbrojtësit e Krujës të dorëzoheshin nga uria. Këtë detyrë ia ngarkoi Balaban Pashës, duke ia lënë drejtimin e ushtrisë osmane në Arbëri. Krahas rrethimit, forcat e tij do të ushtronin presion të vazhdueshëm në viset e lira arbërore. Në prill 1467, Skënderbeu u kthye në Atë, ku me përkrahjen e popullit riorganizoi një ushtri të fuqishme dhe më 19 prill shpartalloi plotësisht ushtrinë osmane të komanduar nga vëllai i Balabanit, Jonima, të cilin e zuri rob. Më 23 prill, ushtria shqiptare, së bashku me mbrojtësit e Krujës, sulmuan dhe shpartalluan ushtrinë e Balabanit, duke e lënë këtë të fundit të vdekur. Në janar të vitit 1468, Skënderbeu u sëmur gjatë zhvillimit të një kuvendi të thirrur nga ai, në të cilin ishin të ftuar të gjithë princat arbër. Vdiq më 17 janar 1468 në Lezhë. U varros në katedralen e Shënkollit në Lezhë, po në atë vend ku mbajt kuvendi i Lezhës. Qëndresa e Gjergj Kastriotit Skënderbeut pengoi zgjerimin e perandorisë osmane në Evropën perëndimore, duke u konsideruar si një ndër arsyet që vonuan pushtimin osman të këtij rajoni.
Së bashku me bashkëkosit e tij si Vladi I Vlahis, Stefani I Moldavis dhe Janosh Hunyadi I Hungaris, ai u bë simbol I rezistencës kundër Osmanëve. Për kontributin e tij në mbrojtjen e krishterimit, Skënderbeu u nderua nga papët Kalisti I, Piu I, Pali I dhe Nikola V me titullin papnor Athleta Christi, atlet I Krishtit. Ndër arbëreshët e Italisë, kujtimi për të uruajt në formë rapsodish, të cilat u mblodhen dhe botuan nga Jeronim de Rada më 1866. Megjithatë, disa studiuesi konsiderojnë këto rapsodi si jo autentike, duke sugjeruar se de Rada mund të ketë ndërhyrë në to me qëllim për t'u dhënë arbëreshëve dhe shqiptarëve një faktor themelor identitar. Gjatë regjimit komunist në Shqipëri, figura e Skënderbeut u përdor si një mekanizëm legjitimues dhe konsolidues për të përçuar mesazhe ideologjike dhe politike. Përgjatë shekullit të 15, dy janë veprat letrare të njohura që I kushtohen Skënderbeut. E para, e shkruar në fillim të viteve 1480 nga I peshkvi katolik I Ulqinit, Martin Segoni, është një skicë e shkurtër biografike por tejet e rëndësishme, italisht, Narrazione di Giorgio Castriotto. Dai turci nella lingua loro chiamato Skanderbeg, Zio Alessandro Magno. Vepra e dytë është kujtimet e një jeniçeri, serbisht, shkruar gjatë viteve 1490-1497 nga Konstantin Mihajlović, një jeniçer serb I ushtrisë osmane. Në shekullin pasardhës, Marin Barleti shkroi historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut, të cilën e botoi italisht në Rom rreth viteve 1508-1510. Kjo vepër njohu shumë ribotime në gjuhë dhe vende të ndryshme të Evropës. Vepër tjetër me rëndësi është edhe ajo e shkruar nga Dimitër Frangu, komentar për punët e turqëve dhe të zotit Gjergj Skënderbe, princi I Epirit. Një vepër tjetër e rëndësishme për të njohur shoqërinë shqiptare të shekullit gjv është historia dhe gjenealogjia e shtëpisë së Muzakajve, shkruar në italisht më 1510 nga bashkëluftëtari I Skënderbeut, John Muzaka. Ajo mbeti në dorëshkrim dhe, për vlerën që ka për historinë mesjetare shqiptare, botuesi I saj I shekullit gjigje me të drejtë e ka cilësuar atë si një margaritar. Voltaire nis kapitullin e tij Marrja e Konstantinopojës me frazën: sikur perandorët grek të kishin vepruar si Skënderbeu, perandoria e lindjes ende mund të ishte ruajtur. Skënderbeu është protagonist I 3 tragjedive të shekullit XV britanik, Skënderbeu nga William Havard, 1733, Heroi I krishterë nga Gheorghe Lillo, 1735 dhe Skënderbeu. Ose Dashuria dhe liria nga Thomas Hintzop, 1747. Një numër poetësh dhe kompozitorësh gjithashtu kanë tërhequr frymëzim nga karriera e tij ushtarake. Poeti francez I shekullit gjv, Pierre de Ronsard, shkroi një poem rreth tij, ashtu si edhe poeti amerikan I shekullit gjigje, Henry Wadsworth Longfellow. Për Edard Gibbon, Jon Hunyades dhe Skënderbeu janë të dy të denjë për vëmendjen tonë, pasi profesioni I tyre në armët osmane vonoi rrëzimin e perandorisë greke. Në vitin 1855, Camille Paganel shkroi Historie de Skanderbeg, I frymëzuar nga lufta e Krimes. Në poemën e gjatë epike Childe Harold's Pilgrimage, 1812-1819, që Lord Byron filloi të shkruante ndërsa ndodhej në Shqipëri. Skënderbeu dhe populli I tij luftëtar përshkruen në terma lavdërues. Në këngën I, strofat zvi, ai shkruan: Toka e Shqipërisë. Ku Iskander u ngrith. Temë e re dhe fener I urtësisë. Dhe ai adash I tij, të cilit armiqt e habitur u zvogëluan nga veprat e tij kalorsiake. Në të njëjtën poem, në strofen LGV, ai përshkruan shqiptarët si: Ashpra janë fëmijët e Shqipërisë, por ata nuk mungojnë në virtyte. Ku është armiku që ndonjëherë I ka parë të tërhiqen? Kush mund të përballojë luftën ashtu si ata? Zemërimi I tyre është vdekjeprurës, por misia e tyre është e sigurt. Ludwig Holberg, një shkrimtar danes dhe filozof, pohoi se Skënderbeu është një nga gjeneralët më të mëdhenj në histori. Sir William Temple e konsideroi Skënderbeun si një nga 7 krerët më të mëdhenj pa një kuror, së bashku me Belisarius, Flavius Aetius, John Hunyadi, Gonzalo Fernández de Córdoba, Alessandro Farnese dhe William Heshturi. Kompozitori barok italian Antonio Vivaldi kompozoi një operë me titull Skënderbeu, e interpretuar për herë të parë në vitin 1718. Një tjetër operë me titull Skënderbeu u kompozua nga kompozitori francez I shekullit XV, François Francur, e interpretuar për herë të parë në vitin 1763.